përpiqem të jem të mbaj një lloj diete edhe për sa i përket siç janë këto produktet që ti duhet i pish esën në mëngjes. I bën ato? Po, përpiqem t'i bëj, po. Okej. Dhe më që i bëj vetë, ja bëj Tani ka dalë ky trendi vaj ulliri me limon, se që kam parë kështu në, jo, nuk jetë e këto shokë. Faracia, mjalë limon në mëngjes, Okej. esën, pastaj mund të konsumoj diçka, një briosh. Nuk është e thënë, domethënë se varet nga dita, nga ngarkesa, po kështu ushqime vete jo. Nuk marr. Jo, nuk para marr. Jo, me sportin, aktivitetin fizik, edhe ndonjëherë njerëzit që janë që këtu po, përpiqem që drekën ta ha mirë, sepse edhe për shkak të aktivitetit fizik, edhe për shkak të ditës që duhet ta përballoj po, me ritëm të me ngjeshëm. energji, se jo të gjithë të kuptojnë që je në formë, si je në formë. Fundi duhet reflektohet ajo. Patjetër. Nëse ora 4-5 të zënë atë kutjen e fillit, me thënë drejtën, ka një gjë nuk ka gjë më të mirë se sa të jesh aktive, qoftë edhe me sport, se disa e shohin si lodhje, unë e shoh si një karikim, kur i tham, të gjës, sepse shumë njerëz perceptojnë që sa rehat është kjo. Ashtu lexohet shpesh, po. Si ka mundësi? Sa Po jo, ka. nuk është ashtu. Po jo, Sa në Terezia ka. Sa në Terezia ka. Ore, si nuk shqetësohet. Po, ka të bëj shumë edhe mënyra se si ti jeton, si e merr ditën. Sa e përgatitur je për ta bërë. Domethënë, kush janë aftësitë tua për të përballuar dhe problemet, edhe ato gjëra që nuk shkojnë. Po me thënë drejtën, duke qenë se ti unë mendoj që si që percepton ashtu edhe të vjen. Kur e percepton që unë problemin me thënë të drejtën, se s'dua, na u derë,